Oh, e kuptova. Po, nëse je sëmur, shko pusho pak dhe shëro shpejt, Raul. Miru pafshim bashk. Ti është puna, zonja Twombly. Oh, Blythe, jam në një vështirësi të madhe. Parukeri im më tha se është sëmur, dhe sot që më duaj patjetër. E zën? Jo, thjesht një klient, por është një njeri shumë i rëndësishëm. Oh, Blythe, çfarë do të bëj për ta zgjidhur? Oho. E dini çfarë, zonja Twombly? Mund ta zëvendësoj unë Raulin. Ti? Oh, po, kam shumë përvojë me prerjen e flokëve dhe rregullimin e gjërave të bukura. Vërtet? Sigurisht, dua të them, më duhet ta pranoj se nuk kam rregulluar ndonjëherë kafsh, por jam mësuar që të transformoj kukullat e mia shumë të bukura gjithkohës, dhe ato dukeshin mrekulli. Nëse më lejohet ta them këtë. Shumë e bukur. Unë jam vajza e dur për këtë punë, zonja të. Mund të mbështeteni tek unë? E po, unë gjithnjë kam qenë një tip që rrezikoj, prandaj, sigurisht, pse jo? Po të lë të provosh dorën. Oh, ju nuk do të pendoheni. Kush është klienti? Zoe. You think about all the things that you love to do. It all comes true. You find a place you never knew where you're happy to. Just be you. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. Vërtet mund të rregulloj Zoe, nuk më besohet kjo gjë. Kjo është gjë e bukur. Po, bëje Zoe na aq të bukur sa bëje edhe ato kukullat e tua. Patjetër që po, zonja të. Përshëndetje, zoti Payne. Si janë gjërat në botën e artit? Rëmuj si për herë, Twombly. Të qenët një kritik i famshëm arti nuk është vetëm qejf dhe lojë që ta dish. Ajo që sot hiqet si art këto kohë është më tepër një plerë shtrirë mbi pëlhur. Kam ardhur këtu që të marr diçka të vogël për Gingsin. Ne pam një ekspozitë të tmerrshme në muzeun e qytetit që ai ka tërbuar. O zot, çfarë ka? Po, kjo është puna e stazhieres son, artiste Minkës. Na falni për rëmujën. Rëmuj? Mos jetë shmendur grua. Kjo punë është një kryevepër artistike e epokave. Kjo Minka që përmende është një gjeni i vërtet i estetikës, e paracaktuar për një famë të madhe dhe sasi të mëdha parash dhe çmimesh. Çfarë frymëzimi? Eja Gingis, e kam rifituar vullnetin për të kritikuar ashpër botën e artit. Jeta është e bukur. Po, a nuk është i mirë? Sa bukur. Cili është sekreti i genialitetit tënd artistik? Unë e di përgjigjen. Mirë pra, sekreti është... është një sekret. Minka e quan këtë frika e majmunit Merimang. Tani e dallova. Ajo është prapanica e majmunit dhe ajo është koka. Jo, prit, ajo është prapanica e majmunit dhe kjo është koka. Kjo këtu është shumë depresive dhe e njohur. Si e ka titulluar? Koka e Blythit nga mbrapa. Tani e dallova. Ja ku është koka e Blythit. Dhe më pëlqen përdorimi krijues i mjeteve të ndryshme nga Minka. Në këtë rast, qimet e ngatruara me boj dhe është gjë e modës kjo. Çfarë? Unë mund të kem fantazi të zgjuar. Sonja dhe zotri, amator, Minka e mrekullueshme do t'ju tregoj tani aftësitë e saj të çmendura artistike me një paraqitje super të bukur. Gati të të rregulloj një profesioniste Zoe? Ka ardhur Rauli? Jo, të rollake, ai është sëmur. Prandaj unë do të zbukuroj ty. A ka më mirë se kjo gjë? Ti? A ke ndonjë përvojë si parokierët i vajz? A është në dieni zonja Twombly për këtë gjë?
Në rregull, në fillim pyetja e dytë po, zonja të di gjithçka për këtë gjë. Dhe si të thuash, më përgjërua që ta bëja. Pyetja e parë së dyti, megjithëse s'kam prerë kur flok qeni, në fakt kam shumë përvojë të mëparshme. Prandaj ai e gati për një Minka krejtëre. Minka, a mund të flasim pak? Sigurisht që mundemi. Ti s'ma bën të të pyetje po të mos flisje dhe unë s'do t'i përgjigjesha pyetjes tënde, prandaj ne mund të flasim. Minka, përqendrohu, të lutem. Tani që do të bësh një yll i madh i artit, thjesht doja të ofroja ndihmën time për të përballur me gjithë këto çmenduri. Unë mund të jem agenti yt. Ti do të kujdesesh për mua? Unë jam një ndihmës, Minka. Kjo është puna ime. Si gjithë një 10%? Në rregull. Mrekulli, mund ta ndihmojmë së bashku Minkën. E po, prisni pak. Po, edhe unë do ta ndihmoj. Megjithëse s'mund të them se të tjerët kanë për të njëjtin gjë. Nuk e di nëse jam dakord me këtë. Qetëso, Russell. Gjithçka ka të bëjë me pozicionin e markës apo jo? Të gjesh kuptimin që fshihet pas llojit të artit që bën Minka edhe ta shesësh atë në publik. Cili është kuptimi i kësaj pikture, Minka? E po ajo qartësisht tregon mundimin midis masave. Në fakt, Trishtimin e luleve duket. E gjeta! Ja, nuk e kam gjetur. Unë mendoj se me siguri ka shumë kuptime dhe nivele të ndryshme kuptimi, të gjitha të përparuara për ne jo artistët, kuptoni? do t'ju e them unë se çfarë do të thotë. Kjo do të thotë se unë thjesht po argëtohesha. Dhe më pas, Jenny tha Sara se mendonte se kuqja ishte ngjyra e saj natyrale, por Hana e dinte që nuk ishte. Prandaj Hana i tha Alisës që Jenny tha për Sarën dhe më pas Tommy i tha asaj se ai s'pëlqente vajzat në flokë të kuqe, gjithsesi. Vajza që më pret flokët nuk i mbyllet goja për këtë gjë. E po, nuk e di se si mund të flas kaq shumë dhe të pres flok njëkohësisht. Në rregull, Zoe. Bukur. Ti kur i bëja transformime të mrekullueshme kukullave të mia gjithkohës, dhe ato dukeshin shumë mirë, nuk jemi mirë. A the ndonjë gjë Blythe? Unë thash, dukesh shumë bukur. Mrekulli, kjo është një ditë shumë e rëndësishme për mua. Kur Johnny dhe Clarissa të vinë të më marrin në pasdite, unë do të shkoj drejt tek shfaqja prestigjioze me qenë të klubit Kennel të Manchesterit. Ti do të shkosh në një shfaqje qenësh këtë pasdite? Po, më e famshme në të gjithë vendin. Edhe me zbukurimin tënd, me siguri unë do të fitoj super yllin më të bukur. E po sido që ta quajmë fituesin. A nuk je dakord? Atëherë, ku është pasqyra? Dua të shoh se sa të bukur më ke bërë mua. Atëherë, ku është pasqyra pra? Ne na kanë mbaruar pasqyrat. A nuk ke një të tillë në këtë thyrtar? Jo! Pra, dëgjoj këtu Minka, si agenti yt, unë do të bëj më të mirën për të rritur më ngadalë dhe me kujdes karrierën tënde. Do ta ushqej atë si një gonxhe të vogël luleje që një ditë ajo do të çel. A mund të mos merresh me flokët e mia? Kjo është me shumë rëndësi. Unë dua që të bëhesh një artiste e famshme botërore, punët e së cilës vazhdimisht janë të kërkuara. Nuk jam e sigurt nëse dua të jem një artiste me fam botërore. Unë thjesht dua të jem një pikturuese piktore. Unë e di këtë gjë Minka, por nëse ndjekim planin tim do të jesh po aq e suksesshme sa që do të jesh një piktore pikturuese sa herë të duash. Takim! Takim? Mua s'më tha gjë njëri për takim. Mirë se erdhët që të gjithë. Tek paraqitja e produktit të ri, Minka Ink. Unë du ta quaja Minka Inka. E kemi diskutuar të më parë, kjo nuk ka kuptim. Por është e lezetshme. Por kjo nuk ka kuptim. Minka Inka. Çfarë do të thotë kjo? Njerëz, ju lutem, ka ardhur klienti ynë? Klienti ynë, dëgjoni shok, lidhur me kërkesat për takimin duhet të flisni me mua dhe të siguroheni që të paktën të keni një tabaka frutash në tavolinë. Gjithsesi, vazhdojmë tutje. Këndi ynë i sulmit përmes Minka Ink është të bëjmë një faqe interneti dhe të shesim artin e saj online. Të hapim galeri të shumëllojshme arti ku vijnë kritikët kryesor. Dhe në fund të ndërtojmë dhe të edhim në treganien lundruse luksoze së Minka. Më pëlqen kjo gjë, por çfarë lidhje ka kjo me artin e saj? Çfarë arti thua? Nuk ka fare lidhje me të. Por ka lidhje me pasurimin dhe me famën ton. Bingo, bango, bongo. Atëherë, si mendon ti, Minka? A mund ta përsërisësh mes pjesës? Mirë se erdhët të gjithë. Minka, do të na duhen më shumë nga pikturat e tua për të arritur këtë. Ne, çfarë do të thotë kjo ne që thua? Pra duhet i futesh punës për të bërë gjëra të bukura. Ashtu është. Përqendro tek të qenë gjeni, Minka.
Po përqendrohet tek të qenit një gjeni. Blythe, unë dua të shoh patjetër se çfarë ke bërë. Dua një pasqyrë tani. Oh, ja ku është një. Çfarë? Ja! Ja! Zoe, nuk e di se nga t'ja filloj për të kërkuar falje dhe se duhet i kisha kushtuar më shumë vëmendje sa që po bëja, por isha krenare që po të rregulloja. Sa që si kisha mendjen fare gjatë gjithë kohës dhe të premtoj se do gjej një mënyrë për t'i rregulluar të gjitha. Por thjesht nuk dua që zonja Twombly të të shikojë. Më shiko këtu. Mora fund. Fund. Oh, do të më bjerë të fikët. Sikur mu dëgjua një gulqim këtu mbrapa. A është gjithçka në rregull? Oh, po, ne jemi mirë. Unë thjesht po e bëja Zoit një trajtim të veçantë të bukurisë. Ajo po freskohet dhe po zbukurohet. Oh, më pëlqen. E ku ka më mirë se kjo gjë? Ishte vërtet për të qeshur? Gjithsesi, edhe unë do të kisha nevojë për një trajtim të veçantë bukurie, sigurisht nëse ti do të mund të ma bëje këtë. Ndoshta mundem. Po. Blythe, më duket se thjesht imagjinova se ti mos zbukurove dhe doli shumë keq. Nuk ishte një ëndër. Kjo është një maks! Zoe, më vjen me të vërtet shumë keq. Unë do ta ndreq këtë, të premtoj. E di, do t'ishte shumë më mirë për ty nëse e pranon gabimin ton të madh që ke bërë. Por nuk mund ta pranoj të lë kështu. Për të mos thënë se duhet të zgjenjej zonjën Twombly. Do të gjej një zgjedhje. Mezi presta shoh si do ta bësh këtë gjë. Oh, faleminderit Zoe. E dija që ti do të më kuptoje. Çfarë ka Minka kështu? Ajo është bllokuar plotësisht. Mua më vjen tërmend se sa fikacake bëhen kobrat kur përballen me guximin tim. Ato fiken si me çelës. Duhet ta bëj atë majmunin të pikturoj përsëri. Ha pra Minka, tani për tani e vetmja që ke hyrë me smeje dhe famës dhe pasurisë. Dhe a mund të fillosh të pikturosh, të lutem? Ne nuk mund të shesim piktura me ajër. Prit, ne mundemi? Minka! Gjithë të frutat e shishme mund të bëhet të tuat për vlerën shumë të ulët të një kryevepre artistike. Më bëhet qefi që ti pranove këshillën time për tabakan me fruta. Blythe! Na duhet këshilla jote për diçka! Jo tani, kemi një urgjencë parukerie. Kurse ne një urgjencë pikture. Ti e agenti i saj, a ka ndonjë gjë që ti mund të bësh? Lajmëroni të gjithë që është piktoria më e mirë në botën e pantomimës. Ja, unë mund ta bëj këtë. Mund ta ndresh gabimin tim para se të gjithë të kuptojnë se ishte një gabim. Thjesht më duhet një zgjidhje problemi me shumë energji. Jo. Jo, shumë keq. Vetëm se të jep shumë të kërruajtura. Në rregull, tani është më mirë. Thjesht duhet të thaj dhe ta ngjis. Dreqin është kjo val? Do ta shohësh. E di, kjo gjë edhe mund të funksionoj. Nëse unë nuk lëviz fare. Blythe, këtu Twombly, kadetja e hapësirës. Kur isha aty mbrapa, harrova të thosha se Johnny dhe Clarissa janë duke ardhur të marrin Zoin. Ata duhet të vinë këtu pas gati 10 minutash. Twombly e mbyll.
Unë i provova të gjitha që më erdhën në mend dhe asgjë s'funksionoi. Dakord. Çfarë mund të bëj që tjetër unë tani? Çfarë mund të bëj? Me sa duket jo, prandaj. Duhet i them të vërtetën zënjës Tuambli dhe të pranoj krimet e mia kundër pamjes së bukur. Dhe mua? Mos e harro, unë jam viktima e vërtet në këtë mes. Minka, a je aty brenda? E dini, unë mendoj se ky është faji ynë. Çfarë? Kjo është gjesharake. Ne po mundohemi ta ndihmojmë. E vërtet, neve na intereson më e mira e saj. Po, por unë mendoj se në këtë rast më e mira për të nuk është më e mira për ne. Penny Link ka të drejtë. Ne i bëm shumë presion këtij majmunit të vogël, sepse ne duam të jemi të pasur të famshëm më tepër se të tjerët. Unë e fajsoj veten time që e lejova të ndodhte. Me siguri që jam agenti më i keq në historinë botërore. Hey! Po, përshëndetje John dhe Clarissa. Duhet keni ardhur këtu për Zoin. Ç'kemi zonja Tombli? Për të kemi ardhur. Po, ku është ajo? Ku është zozoi ynë i vogël? Dil prezoj. Është koha të marr atë që meritoj unë. Ta them unë se çfarë do të marrësh e dashur? Një bakshish të madh. Unë duhet të konsultohem me klientin tim privatisht, ju lutem. Do të thot, na lini pak vetëm, ju lutem. Minka, e di se ti mund të më dëgjosh, prandaj doja të të thosha se unë të kërkoj ndjes që nuk kam qenë një agent i mirë dhe nuk jam kujdesur për interesat. Unë kam nevojë që ti të bësh diçka për mua. Ti duhet të harrosh të gjithë planet e të tjerëve për ty. Harroje se si ne donim që ti t'ishe një super yll i artit dhe ne të qëndronim pranë dhe të bëheshim për vete të pasur dhe të famshëm. Unë thjesht dua që ti të jesh vetvetja, Minka. A do ta bësh këtë për mua? A do ta bësh këtë për veten tënde, Minka? Vërtet, Russell? Po, unë dua që ti të kthehesh sërish në artin tënd. Thjesht për qefin tënd. Edhe kështu ne do i harrojmë të gjithë broçkullat. Faleminderit, Russell, ti je një agent i mirë. E po. Më thuaj si është puna. Gjemba të mpret. Au, 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 au. Au, au. Në rregull, Minka, mendoj se me kaq mjafton. Prit, Russell, diçka nuk shkon mirë. Çfarë problemi ka, Minka? Jo tani, Russell. Ka një emergjencë artistike. Blythe, gëzohem që u takuam. Me çfarë je marrë këto kohë, zemër? Po... Po, Blythe më nxori nga telashet sot dhe më doli krah kur parukjeri më tha se ishte sëmur. Rauli është i smur Dhe Blythe të ndihmoi? dhe rregulloi Zoin ton? Ne kemi regjistruar atë në shfaqjen e bukurisë për qen. E di! A nuk është fantastike kjo? Blythe më tha se ajo ka shumë eksperiencë me transformimet e plota te kukullat. Kukullat! Në rregull, e pranoj. Unë Blythe Baxter. Jam 100% përgjegjëse për atë që do shihni pas pak. Më duket sikur dikush ka ngrënë një tas të madh me lëvdata për mëngjes. Ajo është e bukur. Si është ajo? Atëherë, mendoj se dhe unë meritoj ca lavde që të dhash një mundësi ty, apo jo? Po... A dëshiron të bësh zyrtarisht parukjera ime zëvendësuese? Po jo, nuk mund ta pranoj dot ofertën tuaj më të mirë dhe bujare, zonja të... E dëgjoni, unë duhet të përqendrohem tek linja rrobave, sepse atë kam për zemër tani. Gjithashtu, unë mendoj se ndoshta mund t'i kem mbivlerësuar aftësitë e mia për prerjen e flokëve pak. Më vjen shumë keq, Minka! S'ka gjë. Ne nuk donim që ti të dihesh e keq. Mos u shqetësoni për këtë. A mendon se mund të bësh për mua vetëm një pikturë të vogël sa mund ta shes? Sunil! Në rregull. Lëre fare. Faleminderit, Sunil.
Je shok i mirë. Minka, unë dua të të falenderoj ty. Ti me të vërtet që më shpëtove sot. Megjithatë, se si më duk vetja që nuk u futa në telashe sot për atë që i bëra Zoit. Oh, mos mërzit, do të futesh! Prit, çfarë?